Kjo gjykatë është kryu gabim, pra është një etnike, që i bjen për luftën e Kosovës, nuk ndjeken ata që kanë krye krime, në këtë rast ishtë dasht të paktën 2 palë, e dihet që pala që ka kry krime është regjimi shërb, forçat e Shërbisë, Miloševićit, militare, paramilitare të gjitha. Këto janë pa logjikshme kërkesat e prokurorisë sot për këto dënime. Nuk bazohen në bazë ligjore, nuk bazohen në realitetin e Kosovës, vërtet jo në përputhje me që ka ndodhur në Kosovë, luftën e Kosovës. Unë mendoj që një numër sa më i madh i qytetarëve me 17 shkurt është një ndihmës për gjykatësit, për ata që kanë me marrë vendim, me kuptu se këta njerëz nuk janë kriminal, se këta njerëz kanë luftu për lirinë e vendit vetë, se këta njerëz kanë sakrifiku, kanë dhënë nga jeta vetë, shumë çka, pra edhe ky popull ka dhënë nga jeta vetë, edhe që ushtria shqiptare e Kosovës, qoftë një luftar i zakonshëm, qoftë një komandant, qoftë një udhëheqës politik, i kësaj ushtrie janë shërimtar, pra janë njerëz që kanë mbrojt familjet, kanë mbrojt diçka të shajt, njëjtën gjë boni NATO, ndërhyri dhe mbrojti Kosovën, ne kishim filluar më herët, njëjtën gjë, pra nuk ka logjik vendime fajsuese ose dënime ose kjo akuzë, kërkesa akuzës, sikurse themelues UÇK-ja të ishin këqij, kishar në ato. Është e pa logjikshme me marrë dënime ose mu shpall fajtor këta njerëz. S'ka asnjë bazë, s'ka asnjë logjik, mendoj.